Në javët e fundit, duke pasur parasysh rënien e pafaltë të Empolit nga Serie A, e cila ndodhi në ditën e fundit të kampionatit italian dhe dështimin për të rinovuar, emri Ardian Ismailit ishte lidhur edhe me Parmën. Mbrojtësi shqiptar, kontrata e të cilit me klubin toskan skadon pas pak ditësh, e ka treguar veten gjatë kampionatit që sapo ka përfunduar. Për të, me fanellën e Empolit ka luajtur 29 ndeshje në këtë Serie A me 9 ndeshje të humbura për shkak të ndëmtimit në gjysmën e dytë të sezonit. Performancat e Ismailit kanë qenë të rëndësishme dhe është e natyrshme që tani që do të jetë i lirë mund të vijë një rritje cilësisë. Megjithatë, nuk ka gjasa që ardhmja e shqiptarit të jetë në Parma. Pas një interesi fillestar, parmezët tani duken edhe më larg dhe siç raportohet nga Tuttosport, Torino tani është kandidati kryesor për marrjen e shërbimeve të Ismailit. Drejtori sportiv Vanjati do të donte ta sillte shqiptarin në Granata për të siguruar një përforcim të rëndësishëm për mbrojtjen dhe trajneri i ri Baroni nuk do të ishte i pakënaqur me këtë shtim. Gjithashtu, në radhën e pretendentëve janë Bologna dhe Verona, më të tërhequra, por gjithmonë vigjilente për lojtarin. Për mbrojtësin tani 28 vjeç do të ishte skuadra e tretë në Serie A italiane pas përvojave të tij me Spezian dhe Empolin.